Katalanasit kanë bërë të ditur se do të kërkojnë përkrahje ndërkombëtare për planet e tyre lidhur me mbajtjen e një referendumi për pavarësi në nëntor të vitit 2014, nëse Spanja vazhdon të bllokojë këtë votim. Nëse Spanja gabon dhe nuk na lë të votojmë, Katalonia do të kërkojë më shumë përkrahje ndërkombëtare, tha sot Marta Rovira, sekretare e përgjithshme e Partisë Separatiste RC. Lajmërimi i saj vjen pasi kryeministri katalanas Artur Mas i Partisë së Qendrës CiU deklaroi se kjo Ukrainë ka ndërmend të thrasë referendumin në 9 nëntor të vitit 2014. Nëse votimi ndodh, ai do të pyes qytetarët e Katalonjës nëse rajoni Veri Lindor duhet të jetë i pavarur nga Spanja apo jo. Qeveria spanjolle ka refuzuar kategorikisht mundësinë e një referendumi të tillë, ndërsa kryeministri Mariano Rajoy ka garantuar personalisht se votimi nuk do të zhvillohet. Nuk kemi çfarë të diskutojmë apo negociojmë, ka shtuar zëvendës kryeministri i Spanjës, Soria Sáenz de Santamaría. Ekzekutivi spanjoll argumenton se referendumi paraqet shkelje të kushtetutës së Spanjës, por qeveria katalane se njoftoi se ka nisur përgatitjet për regjistrimin e popullsisë përpara se të thrasë referendumin.